Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra. Hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. Projekti, mos e bëj. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 2 Timoteut 1:8. Mos ki turp, pra, të dëshmosh Zotin tonë, as mua, të burgosurin e ti, por hiq keq bashkë me mua për ungjillin, sipas fuqisë së Perëndisë. Titit 1:7. Sepse peshkopi, si administrues i shtëpisë së Perëndisë duhet të jetë i paqërtueshëm, jo arrogant, jo zemërak, jo i dhënë pas verës, jo i dhunshëm, jo njeri që lakmon fitim të turpshëm. Titit 2:3. Gjithashtu edhe gratë e moshuara të kenë sjellje ashtu si u ka hije shenjtoreve, jo shpifëse, jo robinja ndaj verës së shumtë, por mësuese të së mirës. Titit 2:9. Shërbëtorët të, u binden zotërinjve të tyre, të mundohen të, i kënaqin në të gjitha gjërat, të mos i kundërshtojnë me fjalë. Titit 2:10. Të mos përvetësojnë gjënë e huaj, por të tregojnë një besnikëri të plotë, që në çdo gjë të nderojnë mësimin e Perëndisë, shpëtimtarit tonë. Titit 3:2. Të mos flasin keq për asnjëri, të jenë paqësorë dhe të butë, duke treguar mirësjellje të madhe kundrejt të gjithë njerëzve. Hebrejve 3:15. Kur thuhet, sot, në qoftë se e dëgjoni zërin e tij, mos jini zemërgur si në ditën e kryengritjes. Hebrejve 10:25. Pa hequr dorën nga të mbledhurit bashkë tonin, sikur se ka në zakon disa, por të nxisim njeri tjetrin, aq më tepër se e shihni ditën që po afrohet. Hebrejve 12:5. Dhe keni haruar këshillën që ju drejtohet juve por si bijve, biri im, mos e përçmo qortimin e Perëndisë dhe mos e humb zemrën kur ai të qorton. Hebrejve 13:4. Martesa të nderohet nga të gjithë dhe shtrati martesor i papërlyer, sepse Perëndia do të gjykojë kurvarët dhe kurorëshkellësit.